Kryeministri Edi Rama njëherësh kryetari i Partisë Socialiste ju ka bërë thirrje shqiptarëve jashtë vendit që ende nuk kanë dërguar mbrapsht zarfin me votën e tyre që ta dorëzojnë. Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, thekson se ende ka kohë që ato të bëhen pjesë e takimit historik të 11 majit, që do përcaktoj rrugën e fatit evropian të Shqipërisë. Përshëndetje, është dita e fundit e ballafaqimit mes të gjithë palëve përpara gjykimit të popullit sovran. Gjykimit të gjithëve ju me votën tuaj të dielën më 11 maj. Ky është edhe mesazhi i fundit që dua t'ju përcjell të gjithë motrave dhe vëllezërve tanë në Greqi, në Itali, në Gjermani, në Britani e me radhë, ku ende ka zarfa që janë në shtëpia dhe ku ende ka kohë për të bërë pjesë e takimit historik të 11 majit, për të takuar historinë së bashku me shumicën ndërmuese të shqiptarëve që në 11 maj do të përcaktojnë pas një ekuivok rrugën e fatit evropian të Shqipërisë. Ju lutem, keni marrë mundimin të regjistroheni, jeni në kushtet kur për herë të parë në histori mund votoni drejt për drejt nga jashtë kufive, por në njëjtën kohë keni edhe shansin historik të merrni pjesë në një palë zgjedhje që janë më shumë se sa zgjedhje për partitë, janë më shumë se sa zgjedhje për kush do të qeverisë e kush do të qëndrojë në opozitë, janë zgjedhje për të përcaktuar se ku do të jetë Shqipëria 2030. Për të përcaktuar se si Shqipëria do të përballojë dhe do të mbyllë negociatat me Bashkimin Evropian 2027, janë zgjedhje për t'i dhënë një fuqi të re vendimmarrëse dhe një frymë të fortë Bashkimi Evropian vetë Shqipërisë. Shpresoj dhe besoj që kush më ndoqi dhe kush ende e ka zarfin në shtëpi do ta bëj një përpjekje, do ta bëj një mund të vogël, krahasim me gjithë mundet e mëdha që keni bërë më parë, për t'ju bashkuar dallgëve të mëdha kuqezi që do ta përmbysin me shpresë, me energji, me ardhmëri Shqipërinë e 11 majit. Në këtë moment vendimtar për të ardhmen e Shqipërisë, çdo votë nga brenda dhe jashtë vendit ka peshën e vet në caktimin e drejtimit evropian të vendit dhe në forcimin e demokracisë shqiptare, tha Rama.